Fillojmë tani bisedat tona të përditshme. Gazetarët kanë sjellë mjaft informacione të rëndësishme nëpërmjet faqeve të para të gazetave dhe portaleve online, dhe tani jemi në hapësirën dedikuar tërësisht zërit të qytetarëve. Urdhroni, mirëmëngjes. Përshëndetje nderuar bashkë. Përshëndetje. Siç është koha me temperaturët e lartë, me sa duket edhe spaku do ta ketë shumë temperaturën e lartë këtë verë. Filloi temperatura të ngjitet të ulët. Hakun të marrin të gjithë. I lumt spakut. Kaq kishit. Vazhdojmë të presim telefonatët e tjera në telefonin ton 045 620 601. Unë juftoj që të sjellim këtu gjithçka që kemi të rëndësishme nga realitetet tona për ta ndarë atë me publikun e madh të këtij mëngjesi. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si të mirë? Mirë, urdhroni. Urime për emisionin. Faleminderit. Çfarë do të themi për publikun? Jam një qytetar. Banoj në lagjen 13 rruga Paprasia, Kash. Po. Jemi në apartament. Po. Edhe të poshtë në parë një objekt më fjalë. Hyrje që adoptoi një person një nga Kosova, mjele Bleu, si Bleu nuk e di. Edhe e ka adoptuar me hyrjen e ka banë fast food, e ka shtru sheshin tonë për ose sipërfaqen e pallatit, të një krau, e ka shtru me pllaka, ka mu çadra, jemi ankuar edhe në bashki e lagjes. Çfarë ju kanë thënë? Edhe të fuqishmi na ka majti për shërbal. Kemi një vit me vjen që nuk po gjem zgjidhje. Dhe nuk vjen asnjë atje. Po. Nuk vjen asnjë. Unë jam në katë dytë. Po. Do dalë në katë dytë, do shoh çadrat aty, çadrat e zeza, po në pak na kanë dhënë nga gjithë gjë, do nxjerrë në çadrat aty. Po pat mos i na ndihmon. Ja, në ndihma që jep media është sensibilizimi, në këtë radhë sensibilizimi është akoma më i madh, sepse bëhet dhe me zërat e qytetarëve, me shqetësimet që sjellin vetë qytetarët, të cilët detyrohen të drejtohen medias, sepse prej një viti askush nuk vepron për të dhënë një përgjigje atyre për ankesat që kanë bërë. Urdhroni. Mirëmëngjes, zoti Bashkim. Mirëmëngjes. Do të themi aty 3 gjëra, do të lutem shumë, jam djalë hoxhe, jam i fes, i besës, i perëndis, tani jo këtu, jam 78 vjeç afër tyja. Tani Shqipëria është marrë pani pen ka 80 vjet nga këta jenat e komunizmit. Tani është puna këtu. Këta janë 200.000 veta në gjithë Enver Hoxhës, Ali Berisha, në Bikisa i Ramën që mbajnë pen Shqipërinë. Do më thuash me kë ka luftuar Shqipëria që të dolën 28.000 dëshmorë edhe 200.000 familje komunista, që këta janë familje më të ulta e më të degeneruara të Shqipërisë që mbajnë pen Shqipërinë. Prandaj Bashkim, këta nuk i voton njeri, këta qeri njeri tjetri që e ka bërë Amishalia që në të jeshim. E kanë ma pen Shqipërinë, si do shpëtojnë nga këta jenat, e keni ngritur shpeshherë këtë pyetje si do shpëtojmë. A keni vrarë mendjen vetë? Më fal pra, a keni vrarë mendjen vetë për të gjetur një përgjigje pyetjes që bëni? Mendje fundit të shoh. I lutem Amerikës, më fal, dëgjoj me vëmendje. Po. I lutem Amerikës me që po krijon këtë fakun, edhe do ta çoj Shqipërinë në demokraci. Ti fushi në burë këta që kanë ngelur këta flerat e mëdhenj, ti fushi në burë. Qartë edhe mendimin juaj, është një mendim që e keni thënë shpeshherë, por nuk na keni sjellë dot një përgjigje, se me sa duket këtë pyetje ju shtroni publikisht, por do të ishte mirë që secili të shtrojë këtë pyetje dhe vetes në radhë të parë, dhe të gjejë një përgjigje dhe të diskutojmë këtu për të dhënë një zgjidhje atyre realiteteve të cilat i mendojmë që nuk janë siç duhet. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem, flisni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes pra. Ju lutem, në dyqanet e frutaterive në Tiranë shiten produkte me
nivel të lartë të pesticideve. Ne konstatojmë si Blerës, ju lutem AKU-s, po. Monitoroj se po ndjehemi shumë keq dhe të kërcënuar nga këtij lloji rreziku për jetën tonë. Po unë ju falenderoj që sjellni një problematikë konkrete, një shqetësim konkret të qytetarëve, i cili është një mesazh për AKU-n që të ushtrojë kontrollet e duhura dhe të krijojë dhe sigurinë publike qytetarëve që kontrollet e saj po bëhen intensive dhe e kanë në kontroll të gjithë situatën. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes, zoti Bashkim. Urdhroni, ju lutem, flisni. Për momentet dëgjova atë zotrin që i foli që Amerika të kthejnë demokracinë në Shqipëri. Po? Këtë kthejnë kriminalit Sali Berisha që do gjithë pasurinë e shqiptarëve. Ç'është ai flerë që jep ato mendime, më fal për ofendimin. Të studiohet sa krime janë kthyer shqiptarëve ku dojnë pasuritë i nëzorin në migracion. Ai me se kuptova unë në pushtet do shiste pjesë Shqipërisë. Më fal, po me se kuptova unë qytetari që foli pak më parë e kishte për të gjithë klasën politike që të vendoset ndëshkushmëria. Se kështu e kuptova unë shqetësimin e tij, shqetësim që e ka përsëritur shpesh herë këtu në emisionin tonë. Ofendoj jo shqetësi. Besoj se dhe ju ndani të njëjtin mendim që shqetësimi ti ishte domthonjë që të gjithë ata që janë në krye që bën luftën do t'i futim burg ose t'i azisojmë. Qartë dhe reagimi juaj. Vazhdojmë të presim telefonat të tjera, ku së vinë dhe opinionet e qytetarëve dhe të kundërta me njëri tjetrin, për të njëjtat realitete. Urdhroni. Jam mirë Bashkim Hoxha. Mirëmëngjes, urdhroni. Kam qef sot që jam kënaqur për festimin e 34 ose 50 plus 34 vjeçor në formimit partisë zakatore komuniste anë të shqiptore gjatë pjesës socialiste. I keni ndjekur me kënaqësi kronikat? 50 plus 34 vjeçori, pra 84 vjeçori i ditë zez për të shpopët shqiptar. Dhe dje e rritin pra 50 plus 34 bëjnë 84 vjetori. Nuk i kanë bërë mirë se i ka mësuar lulzim Berri Bosha për me matematikën. Matematikën e keqe, Edhe është 84 vjetori i kësaj politike, kësaj Po ju tha të kënaqa dje, u kënaqa. I keni fshuar në një urim Partisë Socialiste? Po, unë ma shumë se mos e pas jetën e gotë. S'kam që qysh i qejtë, po e pas a pas gjatë mërë Bashkim, se ka gjithë një popull dele, ka gjithë një popull pa... Qartë. Pra bindje toja politike ju qenë deri në ofendimin e popullit? Po të kur që është fajtuar tjetër mërë Bashkim për vetë popull? Një minut. Po kush je ti dhe unë që mund të japim definicione për një popull të tërë? Unë kam ashtë sa, do e thamë këti populli, që ky popull shqiptar është i gjënjëzuar, është i vetë diskredituar, kur të dhe tonë ditën, ka një gulshedë që e ka pi gjokun e shqiptarit, e ka degeneru. Edhe të dhe tonë ditën, thot, kam fitu, thot, edhe jena unë, thot, aja partia gjakatore, që do të se Shqipëri në Evropë. Qartë edhe mlefi dhe urrejtja juaj, është i qartë. Shfryzojmë në 2 minutët e fundit, nuk kemi këtu për shfryme politike të për njërën apo tjetërën palë. Jemi këtu për të sjellë realitetet e qytetarit dhe të sjellim dhe arsëtimin, logjikën e qytetarëve në radhë të parë. Jemi në 2 minutët e fundit për ditën e sotme. Urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, urdhroni. Shëndet. Urdhroni. Zoti Bashkim. Po. Po vjen shumë keq, po si lejon këta njerëz shumë si ofendojnë. Ku e gjetë dhe ky zotria që të ofendojnë shqiptarët? Ku na vjen qa është ky serba, qa është rasti? Mos kalojmë dhe ne në ofeza, në kundër ofeza,
Nuk është kjo gjua që duhet kemi njëri tjetrin. Këta lloj Europës, këta, po si ka mundësi të shajt populli këtu? Ky kushtetina është njëri me Lëre se do e prishësh fjalorin me këtë nerv që të folë. Nuk di shqip do prim mos e panotën flasën andena televizorit andena nga malet. Lëre tani se prishë fjalorin, ofendimet e një populli nuk mund të përgjigjemi me kundër ofensa për individët apo ja. Nuk është ajo gjua e dur që duhet kemi me njëri tjetrin, është gjua e mirëkuptimit, me marrëveshjes me njëri tjetrin. Jemi që të gjithë shqiptarë, ndajmë të njëjtin realitet, pavarësisht se secili me këndvështrime të ndryshme dhe me pozicionime të ndryshme ndaj këtij realiteti. Këtu përfundojmë dhe për sot bisedat tona, rikthehemi sërish në faqet e para të gazetave me një vështrim të shpejt me titujt e tyre kryesor. Gazeta Panorama sjell tituj të ligji për bashkëpronësinë. Si bëhen banorët pronar të hapësirave të përbashkëta. Detyrimet. Qeveria miratoi para pak ditësh ligjin për administrimin e bashkëpronësisë në ndërtesa, që do të garantojë pronën private, bashkëpronësinë si dhe sigurinë e ndërtesave në vetvete. Drejtësia, shkak për debate në Strasburg. Apeli Xhafaj dhe kërkesa e Partisë Demokratike për pavarësi të gjyqësorit. Mesazhi i Bashkimit Evropian. Të reflektojmë. Fatmir Xhafaj, shtyllat e reformës të paprekshme. Mandat besimi për të udhëhequr vendin drejt Bashkimit Evropian. Socialistët bëhen bashkë në 34 vjetorin e Partisë Socialiste. Rama tregon objektivin më të afërt. Çfarë nuk u pa në festën e socialistëve? Batutat e kreut të mazhorancës me senatorët e partisë dhe gjeneratën e re. Një opinion nga Agron Gjekmarkaj titullohet Kronike një konflikti që deshndezi Europën flak. Nga Gjorgji Kote, jap se refuzuam atere KSBE-n, Këshillin e Sigurisë dhe Bashkëpunimit Evropian. Adri Nurellari, kriza e legitimitetit demokratik. Uvil Zajmi, rrëfimi Niko Daliut, rrobat që më vinin nga jashtë i merrnin dhe i vishnin fëmijët e bllokut. Elmaz Leci, pajtimi Kinës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, prishja e marrëdhënieve Shqipëri-Kinë, raporti CIA-s me 1978, dënimi Abdyl Kollezit nga Enveri. Lista e re, përfituesit e kredive të buta, raportim periodik në bank, afati, janë tituj në faqen e parë të gazetës Panorama. Gazeta Telegraf, Bashkimi Evropian bllokon fondet për bujqësinë edhe për 2026. Dosja Krivca hedh në erë bujqësinë. Miliona euro i kanë përfituar oligark, trafikantë dhe kryebashkiak, duke detyruar Bashkimin Evropian të vendosë zyrtarisht bllokimin e fondeve bujqësore për Shqipërinë edhe për vitin 2026. Rama, fitoria e zgjedhjeve, mandat për të udhëhequr vendin drejt Bashkimit Evropian. Një opinion nga Igli Hasani, ministër për Europën dhe punë të jashtme, me titullin Zgjerimi i Bashkimit Evropian, zgjedhje strategjike për paqen. Nga Mustafa Koçeri, vërmiku i Vlorës në memorialin e mirënjohjes në Izrael. Censura e medias, Komisioni Evropian vendos afat, nuk ka hapa të mëtejshëm pa miratuar ligjin e medias për lirinë e shprehjes. Enrico Ceko, ligji për koncesionet në Republikën e Shqipërisë mbetet një ligj problematik dhe abuziv, që eliminon garën e hapur. Qetat e mikrokredive, SPAG drejt zbardhjes së kokave, kush janë prokurorët që hetojnë mashtrimin e madh financiar që pas piramidave. Opozita shqiptare, përfaqësuesja e Komisionit Evropian Sigrid Bretel, kritika për zgjedhjet e 11 majit, u keqpërdor administrata. Eurodeputeti Beleri, Shqipëria në krizë të sundimit të ligjit dhe arrestimeve politike. Rinumërimi kthehet në bumerang për të gjitha partitë, ja rezultatet për çdo forcë. Arsimi shqiptar, diplomimi parashkollorëve në kopshtin Disrejn shoqëron vogëlushët në rrugëtimin e dijes. Në brendësi të gazetës Telegraf sot është suplementi Pena shqiptare. Një numër i madh autorësh botojnë aty krijimet e tyre. Gazeta Dita, si po u kthehemi bunkerve. Atyre që prishëm para 35 viteve duke mallkuar diktatorin, sot u jemi kthyer dhe kemi nisur t'i pastrojmë. Mbrojtja e vendit dje dhe sot përballë një situate gjeopolitike të pazakon. A jemi indirekt të rrezikuar? A duhet dhe a mundet Shqipëria t'i bëj funksional 168.000 bunkerët dhe tunelet? Shqipëria streon antar të organizatës opozitare iraniane MEK, që shihet si armike nga regjimi i Teheranit. Kjo e ka futur vendin në një lloj radari të Iranit. Lufta e ambicjes së madhe dhe disa ëndra sa të gabuara aq edhe të rrezikshme. Analizë thelluar kritike ish-ministrit të jashtëm izraelit. Koment, çfarë po rezulton deri tani nga rinumërimi dhe a duhet paguaj buxheti i shtetit faturën? Kodi zgjedhor duhet të ndryshojë. Kush kërkon rinumërim pa fakte
duhet ta paguaj vetë atë. Zgjedhjet dhe pilafi që nuk mban më ujë, shënim, votimet. Hulumtim, a ka propagandë ruse në gjuhën shqipe? Çudia letër, me diu të Gërdecit i kërkohen emrat e 6 kongresmenëve që kanë firmosur për të. Aktivistja Evi Kokalari reagon pas deklaratës së ish-ministrit në seancën e radhës për Gërdecin. Vendimi, Hag, Shqipëria do mbajë samitin e NATO-s 2027. Rubrika e shëndetit, disa zgjidhje natyrale për fytin e tharë, janë shkrime që vinë në gazetën Dita. Gazeta Epoka e Re, vetëvendosja pret kushtetuesen. Partitë e tjera kërkojnë marrëveshje politike. Deputetët nuk e konstituojnë kuvendin as në përpjekjen e 34. Kosova, vendi më i cënueshëm nga lufta hibride. Udhëheqja e organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë shërbimtare të Kosovës takohet me deputet zviceran. Gjykata speciale po vepron në mënyrë të padrejtë. Për herë të parë mbahet seancë gjyqësore përmes videolidhjes. Administrimi i tokës garantuesi sigurisë ligjore për pronën. Pas një korrikut, një kafe mund të kustojë deri në 3 euro në Kosovë, janë shkrime që vinë në faqen e parë të gazetës Epoka e Re. Gazeta Trebeshina, shoqatës Stafil Buzi, ndër të tjera sjell shkrimet, fjala e kryeredaktorit Veledin Dyrmishi. Në tej portreti Alia Merko, gjyshja 101 vjeçë dhe brenga e fundit e saj. Thirrje vllazërore është një artikull që zël një vendi më të dukshëm në faqen e parë të gazetës Trebeshina. Gazeta Kushtrim Brezash, lufta antifashiste nacional shqiptare në ide dhe ideale mbetet pasuri kombëtare, shkruan Mikado Shako Hoxha. Fatos Arabi dhe poezia Drashovica për luftën e Drashovicës është një shkrim nga Gëzim Llojdia. Nga Kristo Mërtiri, dëshmorët e Shqipërisë dhe rrugët e Tiranës së Lirisë. Janë disa prej shkrimeve që vinë në faqen e parë të gazetës Kushtrim Brezash. Gazeta Panorama Sport, datat po, skema jo. Federata e futbollit zbulon sezonin. Final 4 mbetet në ajër. Daku donte 3.5 milion euro, reagon bosi i Zenitit. Sulmuesi, Japonia të ndon Asanin, Guangzhou merr ofertë zyrtare. Blut, Dinamo hap thesin për Berishën, Gjasula pengi firmës. Zyrtare, Tirana, Shkëmbi i Lirë, Halili plan për trajner Big. Angli, prapaskena, Jasivirës refuzoi Sitin për kampionët. Botrori klubeve, Bayerni për konfirmim, Boca do revansh. NBA rekordi, shitje $10 miliard, Lakers ndryshon pronar, janë disa prej titujve në faqen e parë të gazetës Panorama Sport. Dhe kemi sjell kështu informacione më të fundit përmes disa prej gazetave dhe portaleve online, por dhe me zërat e qytetarëve në telefonin ton të përbashkët. Këtu përfundojmë dhe për sot emisionin ton, për të takuar bashkë sërish ditën e hënë dhe ditët në vazhdim. Bashkë miropafshim.